Eklipsi i fatit po afrohet, 5 shenja do preken drejt për drejt nga kjo portë kozmike. Një eklips i fuqishëm po afrohet dhe energjitë e tij do të trazojnë gjithçka që ka qenë e fjetur. Ky nuk është një eklips i zakonshëm, është porta e fatit që mbyll ciklet e vjetra dhe hap rrugën drejt një realiteti të ri. 5 shenja do ta ndjejnë ndikimin më shumë se të tjerat dhe për ta, ky moment do të jetë si një tronditje shpirtërore, ku gjithçka që s'është e vërtetë do të bjerë poshtë. Nëse je ndjer i pasigurt këto ditë, është sepse universi po përgatit shpirtin tënd për ndryshimin më të madh. Ujori, eklipsi i fatit po ndriçon shtëpinë e destinacionit tënd. Për ty, ky është një moment zgjimi, ku duhet të kuptosh se ke ardhur këtu për të bërë diçka ndryshe nga të tjerët. Në ditët rreth eklipsit mund të përballesh me vendime të forta që lidhen me të ardhmen, karrierë, udhëtim ose thirrje shpirtërore. Universi po të shtyn drejt një ndryshimi që se ke më luksin ta shtysh. Do të ndihesh si në kaos, por mos harro, çdo eklips fillimisht prish ekuilibrin që të krijojë një të ri, më të qëndrueshëm. Një figurë e fuqishme ose një mësues shpirtëror mund të të udhëzojë në mënyrën më të papritur. Mos lufto me rrjedhën, lejoje të çojë atje ku të pret drita. E ardhmja po të fton dhe fati yt fillon aty ku guxon të mos kthehesh më pas. Demi, ky eklips do të godas direkt në boshtin e sigurisë tënde, emocionale, materiale dhe shpirtërore. Do të testohesh në themelet që ke ndërtuar, a janë vërtet të forta, apo ke jetuar në komoditet të rrem. Një situatë në punë, në marrëdhënie ose me parat mund të detyrojë të ndryshosh qasje menjëherë. Në vend të frikës, zgjidh besimin, sepse çdo gjë që shembe tani do të zëvendësohet me diçka që s'do të mund ta humbësh më. Universi po të detyron të shohësh vlerën tënde reale dhe të mos i japësh pushtet frikës apo varësive. Në dashuri mund të vijë një moment i vërtet sqarimi. Eklipsi të kërkon ndershmëri totale, me veten dhe me të tjerët. Mos e harro këtë, ajo që duket si humbje është çlirimi yt më i madh. Akrepi, askush se përjeton eklipsin aq thellë sa ti. Ky është momenti yt i transformimit të plot, shkatërrim dhe rilindje në të njëjtën frymë. Mund të përballesh me sekrete që dalin në dritë, emocione të forta ose një kthes që do të ndryshojë mënyrën si sheh jetën. Mos u përpiq të kontrollosh gjithçka. Eklipsi është mjeshtër në ta marrë pushtetin nga duart vetëm për ta kthyer më pas në forcë të pastër. Në dashuri mund të ndodhë një rikthim karmike ose një lidhje që ndes gjithçka për brenda. Në shpirt do të rilindësh më i pastër, më i vërtet, më i fuqishëm. Universi po të zhvesh nga çdo maskë. Në ditët e eklipsit, mbaj zemrën të hapur dhe mos harro. Ajo që të lëndon tani do të të çlirojë përgjithmonë. Britsjapi, ky eklips të gjen në një pikë kthese jetike. Ke punuar shumë, ke duruar më shumë, por tani është koha të lejosh që universi të tregojë rrugën e re. Një projekt që ka stagnuar mund të rifillojë me energji të re, por vetëm nëse lëshon kontrollin dhe beson. Në marrëdhënie, ndoshta do të duhet të bësh një zgjedhje të vështirë, të mbash diçka për nostalgji apo të ecesh përpara drejt qetësisë. Mos harro se eklipsi sjell drejtësi hyjnore, gjithçka që është ndërtuar me gënjeshtra, bie poshtë. Nëse ndihesh i lodhur, mos u dorëzo. Pas çdo tronditjeje do të vijë një dritë që do të ndriçojë shtegun tënd. Ky është momenti kur universi të jep bekimin për të ndërtuar një jetë që nuk të shteron, por të ushqen. Peshqit, ndjeshmëria jote do të jetë në kulm gjatë këtij eklipsi. Ëndrat, intuita dhe ndjenjat do të bëhen më të forta se kurrë dhe mesazhet që do të marrësh nga universi do të jenë të qarta. Një ndjenjë e thellë për ndryshim do të përfshijë dhe sa do të përpiqesh ta shtypësh, nuk do mundesh. Eklipsi po të shtyn të marrësh drejtimin që zemra jote ka frikë të ndjekë. Një takim shpirtëror, një frymëzim i papritur ose një ngjarje e vogël do të tregojë se jeta po të çon drejt qëllimit tënd të vërtetë. Mos i injoro shenjat, sepse tani universi po flet drejt për drejt me ty. Mbyll gjithçka që të merr energji dhe lejo dritën e re të hyjë. Ky eklips është thirrje për të zgjuar dhuntitë tua shpirtërore dhe për të marrë vendimin që do të çojë në paqe të plotë.
Eklipsi i fatit po afrohet dhe për shumë prej jush, kjo është periudha që do të ndryshojë gjithçka. Nëse ndjeve se këto fjalë të preknin shpirtin, shkruaj shenjën tënde në komente dhe le të bashkojmë energjinë e këtij momenti kozmik. Mos haro të abonohesh në kanalin Zëri i Universit, sepse çdo video sjell mesazhe që mund të ndryshojnë rrjedhën e fatit tënd. Universi po hap portën e dritës. A je gati të kalosh përmes saj?